Alianca për shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari vlerëson se koalicioni VMRO, Vlen dhe Levica po zbaton projektin Qytet i Sigurt në mënyrë selektive, po shkej ligjin e gjuhëve dhe po dëmton ekonominë e qytetarëve me dënime disproporcionale. Nga partia opozitare theksojnë se zbatimi këtij ligji ngres shqetësime serioze juridike, sociale dhe kushtetuese, duke dëmtuar drejt për drejt jetën dhe mirëqenien e qytetarëve. Komunikimi zyrtar me qytetarët përfshin njoftime dhe sanksionet që burojnë nga projekti Qytet i Sigurt, po realizohet pa respektuar të drejtat gjyqësore të qytetarëve shqiptar. Kjo përbën shkelje të drejt për drejt të ligjit dhe të parimeve kushtetues të një shteti multietnik dhe demokratik. Alianca për shqiptarët kërkon rishikim të lartësisë së dënimeve dhe të pjesës së tolerancës në mënyrë që siguria në komunikacion të mos të shndrohet në barë të rënd ekonomike për qytetarët. Ata vlerësojnë se zbatimi selektiv i projektit të Qytet i Sigurt vetëm në disa qytete është i padrejtë dhe diskriminues, ndërsa për këtë ASH njofton se do të ankimojnë ligjin për kundërvajtje në gjykatën kushtetuese me qëllim, si shton, mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe barazisë para ligjit.